Të paktën 330 njerëz mes tyre gra dhe fëmijë u vranë nga sulmet ajrore izraelite në Gaza gjatë natës, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të drejtuar nga Hamasi. Ushtria izraelite tha se po kryente sulme të gjëra pasi bisedimet për zgjatjen e armëpushimit dështuan. Kjo është vala më e madhe e sulmeve që nga 19 janari kur nisi armëpushimi. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se kishte udhëzuar ushtrinë të ndërmarrë veprime të fuqishme për shkak se grupimi i Hamasit i mbështetur nga Irani nuk pranoi të lirojë pengjet e mbetura izraelite dhe hodhi poshtë propozimet për një armëpushim të ri. Izraeli nga ky çast do të veprojë me forcë ushtarake kundër Hamasit, tha zyra e Netanyahut përmes një komunikate për mediat. Njëkohësisht ushtria izraelite njoftoi kryerjen e sulmeve ajrore edhe në Libanin Jugor dhe Sirin Jugore. Ushtria izraelite tha se sulmet në Gaza kishin në shënjestër lider dhe komandant të nivelit të mesëm të Hamasit, si dhe infrastrukturën e grupimit. Izraeli u konsultua me Shtetet e Bashkuara për sulmet e fundit në Gaza, deklaroi zëdhënësja e shtëpisë së bardhë për Fox News. Ashtu siç e ka bërë të qartë presidenti Donald Trump, Hamasi, Houthit në Yemen, Irani, të gjithë ata që synojnë të terrorizojnë jo vetëm Izraelin, por dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të përballen me pasoja, deklaroi zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Caroline Levitt.